kur kam burrin në shtëpi, video dalin pak a shumë kështu. Nuk e kam mendjen te video se burri më flet të rorën, edhe nuk përqendrohem dot. Ndaj thash ik shpejt e shpejt se duhet të bëj video që pastaj të dal edhe un xhiro. Siç mund të shikoni, përgatita salmon sot. Unë e bëj shumë të thjesht salmonin me pak kri piper, tarmerik po doni hidhin, po doni nuk i hidhni, një çik vaj ulliri se ka vajrat e tij salmoni, edhe e vendosim në furrë. Pastaj ja kisha lëngun, këtë lëngun e perimeve që kisha bërë supën më përpara me perime, edhe më mbeti lëngu, ndaja edhe përgatita pilaf. Hodha orizin, e skuqja pak dhe pastaj ja lëngun. Pasi mbarova me gatimet, shkova një ditë se siç mund të shikoni, ishte akoma kohë e mirë. Shikoni mollit si kanë rënë në shesh të gjitha, po moll janë këto që shikoni. Dola me ditën diell, po me që jetojmë në Angli dhe për të gjithë juve që e dini që jetoni në Angli, e dini që mund të kemi 4 stinë brenda në një ditë. Mos të them brenda një ore, brenda një ditë. E nisi me diell, pastaj ja vrehet koha, do kemi sinefja në greqisht, edhe pastaj do kemi shi, ndaja edhe erdi burri më mori se filloi shiu, u ktheva në shtëpi të shijoj një kafe të ngrohtë të nxehtë, siç më pëlqen mua, edhe me që po binte shi çfarë do bëjmë tani, të presim sa të ndalojë. Kështu që thoni, kjo ishte dita jonë për sot, të kaloni edhe juve një ditë sa më të bukur dhe kjo është Dreka. Ciao!